Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe kretë muslimanëve që kanë pasuar në ndjekjen rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është dersi 36 me radhë që flasmi rreth botës së melekëve. Dhe çka ka të bëj me melekët, rreth besimit të tyre, disa pika që kajherë janë shumë të rëndësishme me njohur e kajherë është e pëlqyeshme shumë për të njohur ato. Kësaj radhe do ta përmend një çështje që e kanë përmend dietarët kur flasin për botën e melekëve. Kanë thonë se a kemi të drejtë me i thonë për shembull melekëve gjin. A kemi të drejtë melekëve, botës e melekëve me thonë gjin. E gjin. Domethënë që ndonjëherë kur përmendet për shembull fjala e gjin, me pas për qëllim melek. A kemi të drejtë apo nuk kemi të drejtë? Disa prej dietarëve në këtë çështje, e kanë përmendur se ka të drejtë ose i lejohet ndonjëherë kur përmendet fjala e gjin, me ka për qëllim edhe melekët. Ka për qëllim përmendet e gjin, është për qëllim edhe melekët. Argumente ke marrë për këto fjalën e Allahut kur Allahu thotë: "Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun." Kur Allahu thotë në suratul As-Saffat, thotë kur idhujtarët trilluan farefisni, lidhje farefisnore, trilluan mes Allahut dhe e gjinëve. A e gjinët e din se ata kanë me dhonë llogari para Allahut Azza wa Jalla. Edhe morën këtë ajet dhe thanë se këtu kur u përmend fjala gjinne, është për qëllim melek. Pra kemi të drejtë thanë, e para kjo. E dyta, thanë se arabët në gjuhën arabe është e lejuar, përmendet, e njoftur, që e gjin hin ato sende, ato gjëra që nuk shifen. Për shembull gjenin, i thojnë edhe fëmisë në bark, e ka këtë emër për shkak që nuk shifet. E gjin e kanë emrin e gjinët që për shkak që shihen. Edhe meleket, me që janë të kësaj kategorie, që ata nuk shifen, vetëm nëse formësohen, me që edhe ata nuk shifen, i themi që ban me i thonë e gjin edhe melekve, dhe pra sipas mendimit të këtyre, atëherë është më e qelluara kjo me i thonë. Ndërsa mendimi më i saktë mendojmë që nuk është kjo që ka u përmend. Por fjalën e gjin kur përmendet në për literaturën islame, në për Kur'an dhe Sunet, kur përmendet fjala e gjin, është për qëllim për një botë tjetër që Allah i ka kriju. E nuk është për qëllim për meleket. Ndërsa, kur përmendet fjala melek, janë botë tjetër, që Allahu i ka krijuar. Bili këto dy terme, edhe vetë Allahu Azza wa Jall i ka përmendur në Kur'an e gjin, dhe i ka përmendur në të njëjtin ajet, më na bëni me shenjë që nuk janë të njëjtat gjëra kur përmendet fjala e gjin, kur përmendet fjala e gjin dhe kur përmendet fjala melek nuk janë të njëjtë. Cili ajet Allah Azza wa Jall kur thotë në surën Saba thotë: "Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika." Kur Allahu të ngjall krejt. Dhe na kanë përmendur se prej të hundëve që Allahu i ja merr shpirtin janë melekët. Dhe njëherët janë prej të parëve që Allahu i ngjall, janë melekët. Edhe ma gatë me qu, prej të parëve që i ka kriju Allahu Azza wa Jall janë melekët. Prej të parëve që i ka kriju janë melekët. Prej të fundëve që ja merr shpirtin janë melekët, dhe prej të parëve që ringjallën janë melekët. Dhe kur Allahu Azza wa Jall i ringjall, i thot melekëve: "A haula iyyakum kanu ya'budun?" O melek, a këta njerëz juve ju adhurojnë? Këta njerëzit që kanë marrë idhuj, zot në tjerë, a juve ju adhurojnë? Allahu i thot melekëve: "Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim." Ata than:
i lavdruar, i lartësuar, lartë metave o Zoti ynë, ti je mbrojtësi që ti je që na mbron neve, ti je mbrojtësi ynë. E ata ju, bel kanu ya'budun al-jinn, aktharuhum bihim mu'minun. Jo o Zot, ata neve s'na kanë adhuru, por ata i kanë adhuru e gjennet. Edhe shumë prej këtyne idhujtarëve i kanë pasmon, i kanë besu edhe si Zot në ata. Janë kanë të mbindur në besimin ndaj tyre. Pra, cila ishte pjesë argumentimit për këtë mendim se nuk thuhet, kur thuhet e gjin, është një botë tjetër, kur thuhet melek, një botë tjetër, është ajeti që këtu po i përmend. Allahu po i thot melekve, a ju jeni që keni thonë me ju adhuru, ata i thonë jo Zot, ata i kanë adhuru e gjennet. Por tjerë ka kanë meleket, e tjerë ka kanë e gjennet, kështu kuptohet ky ajet. Mirë, e si t'ja kthejmë rreth ajetit që në fillim ata përmendën si argumentim. Kur tha Allah azza wa jall, "Wa ja'alu bainahu wa bain al-jinnati nasaba." Idhujtarët banë lidhje farefisnore në mes Allahut dhe e gjinme. Po fjala gjinne këtu, na po e përkthejmë e gjinne. Po e përkthejmë e gjin. Se ata se kanë përkthy, ata kanë thonë melek. Si ja kthejna me këto? Me këto dietarët kanë thonë se këtu nuk është për qëllim e gjennet që përmendën këtë ajet. Nuk është për qëllim melek, por është për qëllim e gjennet. Botën e gjennet shejtanëve. Nuk është për qëllim melekët. E pse kështu? Për shkak se idhujtarët, mushrikunet, ata thanë se e gjennet janë asharullah. Ata janë në miqësi. Në miqësi, lidhje miqësore ose lidhje martesore me Allahun azza wa jall. Qysh kështu? Thanë se meleket janë të bij, kështu thanë mushrikunet. Meleket janë të bijat e Allahut. E cilat janë nënat e tyre? E nënat e tyre tha janë sarawatul gjin, zotëreshat e gjinëve, e gjinesha, zotëreshat e gjinesha. Ato janë demek, Allahu na ruaj, a'udhu billah. Domethënë ata thanë, meleket janë, mushrikunet thanë, janë bijat e Allahut, e nënat e tyre janë zotëreshat e gjinëve, por e banë një lidhje farefisnore dhe lidhje martesore mes Allahut dhe e gjinëve. Pra jo ata, apo e vrejnë kështu, thët është kjo djeton kënë kjo ajet. Dhe këta ka thonë edhe Saadi, në tefsir në ti ku thët që Ja'ala haula il mushrikun billahi bejnë Allahi bejnë el gjinneti neseba, thët hajthu za'mu enë el malaikete benatullah. Këta banë në lidhje martesore mes Allahut dhe e gjinve, kur ata menduan, këta ajetët kështu kuptohet të Saadi, kur ata menduan se meleket janë bijat e Allahut, thët wa anna ummahatahum sarawatil gjin, ndërsa nënat e këtyre të melekve tash janë zotëreshat e gjinve, gratë e gjinve, ose zotëreshat e tyre. Wal halu anna al jinnata qad alimat annahum muhdarun bayna yaday Allah, ndërsa në ajet po kuptohet qartë se e gjinët e din se ata kanë me dal edhe kanë me dhon llogari edhe kanë mu pyet për ato çka ata i kanë bon edhe të nënçmuar bili, edhe të poshtruar edhe të nënçmuar. E tash, sikur të ishin të a'udhu billah, sikur të ishin bijat ose miqësi martesore mes Allahut dhe e gjinve, atë nuk kishte me ndodh një gjë e tillë. Mirë po, ajo çka u kuptu për i kësajna se, nëse na i herë kena për qëllim kuptim gjusur veç, se bota e melekve hinë nën emrin e përgjithshëm, gjin, diçka që më shefet, nuk o të lashe, vetëm se duhet me i dalu. Kur përmenmet e gjin, dhe kena për qëllim meleket, duhet t'i lidhmi, t'i bojna lidhje gjusore, e gjenet melek, në të kuptimin që bota e melekve që janë të mshefur. Me këtë kuptim, nuk o të lashe, vetëm se, nëse kena për qëllim me të njëjtin kuptim si e gjin, si melek, atër njëjt nuk ban me i thonë. E ku kanë marrë këta argument tjetër? Por e kuptu që ajetin që ata u argumentuan, a i flet se ata banë në lidhje martesore mes Allahut dhe e gjinve dhe mes Allahut dhe e gjineshave zotresha, e përmes atyre, përmes Allahut, stakfirullah, përmes Allahut dhe këtyre e gjineshave linden meleket.
Kjo është qëllimi i ajetit që kanë bënë mushrikunet. E nuk është për qëllim meleket. E para, dhe argumenti i dytë që ja kthej ishte se kur i pyet Allahu ditën e gjykimit dhe ju thot melekëve, a ju i thatë për më adhuru? Ata thonë, jo Zot, ti je lart metave, por ata e kanë adhuru veç e gjenet. Pra u bë dallimi në mes e gjenve, në mes melekëve. Ndërsa i kanë përmend edhe disa argumente të tjera që na doheri kena pas përmend mamati, vetëm se po i përmend disa veç për tyne, me kallzu edhe dobësinë e tyre. Kanë përmend në fjalën e Abbasit, që ka pru në Gjeriri, kur thot Ibn Abbasi, inna min al-malaikata qabilatan min al-jinn. Se prej melekve janë një kabile që quhen e gjin. Wa kana iblisu minha. E iblisi ishte prej kësaj kabile. Wa kana yusawwisu ma bayna as-sama'i, yasusu ma bayna as-sama'i wal ard. Edhe iblisi që ishte prej kësaj kabile së e gjinve, do të thonë melek apo mi po këta një kabile që quhen e gjin, një kabile e melekve që quhen e gjin, e iblisi ishte betyne, ishte që e sundonte mes qiellit dhe tokës. Për thanë që apo e vrejni, në këtë argument, Ibn Abbasi po i thot melekëve e gjin. Nuk pas ka talem, nuk pas ka problem. Replika ndaj kësajna është se ky argument është daif i dopt. Dhe në mesin e dobësive është edhe Ibn Jurayji, që është edhe modellis, edhe nuk e ka qartësu, se modellisi kena thonë, duhet me thonë pa tjetër më ka thonë, ose e kam dëgju. A përndryshesh nëse modellisin haditha dhe që prej, atëherë hadithi nuk i, ose transmetimi nuk i pranohet. Po ka më shumë se një dobësi dhe muhaqqiqunet, ata që i saksojnë gjonat, hadithet, etherët, kanë thonë se kjo është daif dhe këtë gjeni në tahqiqin Ibn Jaririt, që ka shmon prej dar al-hadith. Po në rregull, mirë, atëherë ro pushje fjalë Ibn Abbasit. Po kena një fjalë tjetër të Muhammed ibn Ishaqut, që ka pru gjithashtu Ibn Jariri. Ibn Jariri këto ka pru për Ibn Humejdit, e ai thot prej Selemes. E vjen drejt Muhammed ibn Ishaq, thot se arabt ka qenë njoftur se thot meljin illa kullu ma jitana falam yara. E gjin quhet tek arabët çdo sen, këta ka thonë për tash një prej të parëve Muhammed ibn Ishaq, që po thot, e gjin quhet çdo kush që është në mbështjell ose është në shef dhe nuk shifet. Nga që kjo thot kuptohet fjala Allahut illa iblisa kana min al-jinn. Nuk i ron se ishte iblisi i cili nuk e ndëgjoi Allahun, iblisi i cili ishte prej gjinëve. Thot ej kana min al-malaika. Pra thot Muhammed ibn Ishaq në këtë transmetim të Jaririt, pra ishte prej melekëve, wa dhalika anna al-malaikata ijtanu falam yara, për shkak se melekët mshefen dhe nuk shifen. Ky argumenti i dytë i tyne që dikush tjetër prej selefit e punën Ibn Jariri. Ndërsa dietarët kësaj kanë kthy, kanë thonë se ky është daif, edhe dy transmetuesit këto, edhe Seleme edhe Humejdi, që të dytë këta janë të dopt dhe këtë transmetim edhe te ky selef është i pavërtet. S'është i vërtet kjo që ju po mbështeteni me to. Po tjetër është një transmetim tjetër gjithashtu për Ibn Abbasit që thotë se inna min al-malaikati qabilan yuqalu lahum jinn. Se prej melekëve është një kabile, pak ndryshim me ato të parin. Prej melekëve është një kabile që i thonë e gjin. Fa kana iblisu minhum. E iblisi ishte prej kësaj kabile. Wa kana iblisu yasusu ma bayna as-sama'i wal ard. E iblisi ishte ai që e sundonte çka kishte mes tokës dhe qiellit, fa asa fa masakhahu Allahu shaytanan rajima. E ai kur bëri gjuna, Allahu e shëndroi në shejtan të mallkuar. Allahu e shëndroi. Edhe disa kanë thonë bili ja shëndroi edhe fizionominë e tij ja boni më të shëmtuar. Ishte më i pashëm, sa ishte në botën e melekëve, dhe sa ishte melek sipas tyne. Ishte më i pashëm e pastaj u bën edhe më i shëmtuar. Por sipas këtij transmetimi tjetër që ka përgjithë në Jariri deri tek Ibn Abbasi, po bën që e quajti për melekët, i quajti e gjin, vetëm se i dalloi një kabile. Kësaj i kanë bërë replik dhe i kanë thonë se kjo është jo daif, por daif jiddan, shumë i dopt. Këtë transmetim deri tek Ibn Abbas është shumë i dopt. Dhe kerej transmetuesit, përveç Ibn Abbasit, s'kemi fjalë normal.
vetëm se ju në gjesh, ju ka bashkangjit, ju është adresu Ibn Abbasin, tha kështë Ibn Abbasit heq, o shumë i dëpë këtë transmitim çka jo po mbështeteni. Pastaj, a keni tjetër, kemi edhe tjetër, cili është hadithi që vjen prej transmitim, ju hadith, etar, prej Dhahaki tabi'in, e ai thot an Ibn Abbas, e ka punë bigjeri gjithashtu. Dhahaki tabi'in, ai thot an Ibn Abbas. Thot se ka thonë Ibn Abbasi, kana iblisu min hayyin min ahya al-malaika. Se iblisi ishte prej lagjeve ose prej një kabileve, hajde, për të melekve. Yuqalu lahum al-jinn, gjatyne ju thëshin e gjin. Khuliqu min nari samum min bayna al-malaika. Të cilët ishin të krijuar prej zjarrit të ndezur fort që ishin në mesin e melekve. Qala, tha Ibn Abbasi, wa kana ismuhu al-Harith. Emri i këtij i iblisit në fillim ishte Harith. Qal, tha Ibn Abbasi, wa kana khazinan min khuzani al-janna. Edhe ishte ju veçkaq, po Allahu i dha pozitë dhe e bëri roje prej rojeve të xhenetit. Roje prej rojeve të xhenetit. Qal, wa khuliqat al-malaikatu min nuri ghayri hadha al-hayy. E jashtë në kësaj kabile, meleket e tjerë janë të krijuar prej dritës, wa qal wa khuliqat al-jinn alladhina dhukiru fi al-Quran min marij min nar. E gjenet të cilët janë të përmendur në Kur'an, janë të krijuar prej zjarit, wa huwa lisanu an-nar alladhi yakunu fi tarafiha idha iltahabat. Kë janë të krijuar prej zjarit, për cilët zjarrin prej një pakicë zjarmit kur ndezet fort xhehenami, që e qet pak një tru, disa flatra ose disa një gjuhë që e qet jashtë na kornizave të vet, prej qasojna Allahu i ka kriju. Këta e gjenet që ka përmendën në Kur'an, tha Ibn Abbasi. Ndërsa një grup të melekve quhen e gjenë, përvereni këtu ishte pjesë argumentimit. Ndërsa dietarët kanë thonë se kjo ka dobësi të shumta. Mesin e tyre apo që thashën prej Dhahakit, ai tha an Ibn Abbas. Muhadithinat në çka thonë? Thonë se Dhahaki ky as që ka pa kur Ibn Abbasin. Ta bën rregullimi, s'kemi kurrë vrejtje. Vetëm se as se ka pa e as se ka taku dhe as kanë ndëgju për i tina kur. Pra për me thonë që është pa e taku e pa e po e heq, me thonë prej nuk tolerohet, me thonë se ose kom dëgju, ose e kam një, kjo e para. E dyta dobësi është se Bishr ibn Ammara, al-Khatami, që është në transmetimin e kësajna, gjithashtu është i dëpt. Por ka shumë dobësi prap edhe këtë transmetim dhe smujna me ja morë. Konkluza këtë kësajna, argumentet kërejt ato, që ata i mbështeten se ka të drejt mu qujt meleku e gjin, ka të drejt me të njëjtin emër, atër janë të dëpta dhe janë të keqkuptuara. Por e vërteta është se bota e melekve është botë tjetër, e gjenet janë tjetër. Kur përmenet në Kur'an e gjen është flitet për një botë tjetër, krijesat e cilat Allahu i ka krijuar prej zjarrit. Kur përmenden meleket janë krijesat e tjera që Allahu i ka krijuar prej dritës, dhe llojin e dritës do herë kanë pas përmend. Domethënë këtu kështu është konkluza e kësaj teme. Pra, e sakta inshallah është s'kemi të drejtë me i thon kur përmendet e gjin, me thon është njëjtë e gjin melek. Ja. Po e gjent janë të tjerë, meleket janë të tjerë. Kjo ishte pika parë që deshta me përmend për sot. E dyta ishte ajo që ndoshta është e përmend, e kam dëgju edhe në gjuhën tonë prej disave që e recitojnë, keni dëgjuar në shtadin disa programe. Ato thotë se po pyetjen on tash po e baj. E që përgjigjen e kësaj e kemi dëgjuar në disa tash programe, por nuk shohim që është saktë ajo. Për ta kemi po të arsyeshme me përmend. Hale pa hi në disa tema tjera të melekëve që na kanë pos plan për mi fol. E ajo është se nëse shtrohet pyetja se melekët a lexojnë Kur'an, melekët a kanë këtë kapacitet, a mujnë me lexu Kur'an, apo melekët s'mujnë me lexu hiç, si ja ka dhënë Allahu këtë mundësi me lexu Kur'an hiç. Dhe vinë sikur transmetime që janë të vërteta, që kur robi hin namaz, vjen meleku, vjen, i afrohet sa më shumë që ti e zgjat namazin, ai vjen afrohet derisa gojen e tij e vendos tek goja e lexuesit. Edhe kjo është argument për të goja, po e kemi lënë pak më onash. Me rëndësi. Pastaj, argumentet e tjera që melek kanë zbrit për me ndëgju sahabiun,
çka dhe ja ka nis kali I tij ja ka nis me livrit, se po bën diçka me. Tash janë besi me lekë diçka kanë qef me dëgju. E s'mujnë me lexu, apo edhe mujnë me lexu edhe Kur'an. E para, çka na duhet të dim, është se meleket Allahu Azza wa Jall nuk I ka obligu me fol namaz. Meleket nuk I ka obligu me fol namaz. E as nuk I ka obligu për shkak me lexu Kur'an. E as nuk I ka obligu për obligimet tjera me përjashtim që Allahu Azza wa Jall I ka kriju përveç me I bon ibadet Allahut. E tashti, në këto të përgjithshmen me I bon ibadet Allahut, me lexu fjalën e Allahut, a është ibadet? Është ibadet. Nga që kjo e kena vështirë me thonë se meleket nuk lexojnë Kur'an. Mirë po, pse po e përmendmi atëherë? Pse e përmendëm? Pa e përmendmi se kur kemi hallakot këtë temë, kemi gjetë se dikush prej dietarëve, nëse I themi, dikush prej njerëzve të dijes ka thonë se nuk lexojnë Kur'an hiç. Qysh më ashtu? Po nuk lexojnë dhe se kanë këtë mundësi. Dhe Allahu deshti me fjalën e tij. Allahu deshti me fjalën e tij, me Kur'anin, deshti me ndëru njeriu si njeri. Edhe nga që kjo, mu kuptu që ka I herë, njeriu ka disa pozita më të mëdha henez më të mëdha se meleku. Edhe kjo është një prej tyneve, që këtë mundësi me lexu Kur'anin ja dha njeriut, ndërsa se ka meleku. Kështu thanë disa prej dietarëve, për këta kemi posit arsyeshme me përmend. Prej tyne, Suyutiu, imam I Asharive, Suyutiu nifet, dhe ai thotë se ka thonë Ibn Salah në itqan fi ulum al-Quran të kështu. Qira'atul Qur'ani karamatun akramallahu biha al-bashar. Se leximi I Kur'anit është një nder që Allahu ja ka bën njerëzve veç njerëzve. Faqad warada an al-malaikata lam yu'tu dhalika, dhe është transmetuar, dhe është ardhur, është thonë, dhe është transmetuar kështu të Ibn Salahi, që e thosë Suyuti prej tij, është transmetuar se meleket nuk e kanë këtë mundësi me lexu Kur'an. Wa anha harisatun lidhalika ala istima'ihi min al-ins. Për këtë thot meleket janë të interesuar me këshirë se ku po lexohet Kur'an, me shku me ndëgju, se I pëlqej shumë, me shku me ndëgju, ndërsa ata vetë se kanë mundësinë për me lexu Kur'an. Pra këto e përmendi Suyutiu, që është Ash'ari në akide, ndërsa Shafi'i në madhhab. Mirë po fjalën e tij ka përmendur Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami, edhe kjo ka përmend. Edhe ka përmend fjalën e Ibn Salahit, dhe ka thënë se si kanë bën kundërshtim, po shifet në shkrimin e tij edhe kjo ja ka mojt on natyre. Dhe nëse keni me po se disa prej bashkëhorëve, e përkrojnë këtë mendim, që meleket nuk e kanë mundësinë me lexu Kur'an. Ata veç shkojnë dëgjojnë, po se kanë mundësinë me lexu Kur'an. Mirë. Atëherë, si është e sakta? E sakta që shke në fillim që përmendëm blic, është ajo se nuk kemi ndaj argument që me thonë se meleket nuk lexojnë Kur'an. S'kemi argument me thonë që meleket s'mund mësojnë kur gjë përmend shpe Kur'anit. S'mujnë me mësu kur gjë përmend. Edhe s'mujnë me lexu Kur'an. S'kemi argument. Përkundrazi kur ti të bëjsh argumentet, nga Kur'ani dhe Suneti, e vëren që meleket e kanë mundësinë me lexu Kur'an. Hajde prej argumenteve. Për shembull, fjala Allahut Azza wa Jall, kur Allahu thot fattaliyati dhikra, Allahu betohet pasha ata që lexojnë Kur'anin. Ka dy kuptime. Pasha ata që lexojnë Kur'anin. Kjo një herët sikur Allahu Azza wa Jall betohet në ty dhe në mu, nëse jena prej lexuesve të Kur'anit vazhdueshëm. Sikur Allahu betohet, astaghfirullah, neve s'kemi të drejtë mu betu, vetëm se Allahu ka të drejtë kanë dhënë. Allahu po betohet në ty dhe në mu nëse je lexuesi i Kur'anit. Kjo për më ta bën ti me shenjë se Allahu kur të betohet në diçka, është shumë e vlefshme kjo.
Për këta na duhet mos talona Kur'anin anash. Mirë po, pse për këtë argument? E kush janë këta lexuesit e Kur'anit? Dietarët kanë thonë që këta në të cilët po betohet Allahu janë melekët. Janë melekët dhe këto është transmetuar prej Mujahidit, tabi'in, edhe prej Suddiut, gjithashtu tabi'in është transmetuar një gjë të tillë. Këta thonë se këta të cilët u përmend u bë betimin nga ana e Zotit, pasha lexuesit e Kur'anit, thotë ka për qëllim pasha melekt të cilët e lexojnë Kur'anin. Por nga kjo kuptohet se paskan mundësi meleket dhe po e lexojnë, edhe pse obligim se paskan, por paska mundësi me lexu Kur'anin, dhe Ibn Jarir al-Tabari ka pru transmetim deri tek Mujahidi dhe transmetimi deri tek Mujahidi që ky ajet kështu kuptohet është i saktë. Por ka pru transmetim prej Suddiut, që këta dietarë tan kemi prej Suddiut, kemi prej Mujahidit, vetëm se kur kompon në tahqiq në saksinë e këtij zinxhirit tek Suddiu, kanë thonë që është i dopt. Por mënsi dikush paska prej tabiinve të mëdhaj që më ndije po flas, që kanë thonë se Allahu u betu në melekët që lexojnë Kur'anin. Nuk ka çështë që melekët s'po lexojnë Kur'an. Kjo. Pastaj Muhammed ibn Shinqiti në tefsirin Wal Bayan thot: tek fjala Allahut, kul man kana aduwwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Thuaj ata që janë armiq të Xhibrilit. E na herë flasmi për armiq kush janë Xhibrilit, ndoshta veç kur flasmi ankas për Xhibrilin do t'i mojna inshallah disa neja, vetëm se do të flasmi veç për Xhibrilin. Por këto bles po i thona. Allahu ju fletarand për ata që janë armiq të Xhibrilit. E armiq të Xhibrilit janë kush? Jehudit. Dhe do ta shihni se çu janë armiq. Por një pjesë e tyre janë edhe shiat. Një pjesë e shiave edhe ata janë armiq të Xhibrilit, që thonë se e kanë gatruar Xhibrili, e kanë gatruar njeriu se lajmin në vend si me ja pru. Aliut radiallahu anhu ja ka pru Muhamedit. Pse? Se Aliu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë ngjashëm. E ju kanë gatruar Xhibrilit, cilët mi Allah ka mendu këta armiq. Po mënsi Allahu thot kush është armiq i Xhibrilit, ndërsa ai Xhibrili e ka zberit Kur'anin në zemrën tënde me lejen e Allahut. Në zemrën tënde. Kjo fillimisht mund më kuptu e jashtëmja e ajetit, mund më kuptu se vetëm zemra i paska ord. Por ndryshe Allah paska zbrit drejt në zemër, a nuk i paska fol diçka Xhibrili Kur'an ose sene. Bile këto e forcon edhe tjetri ajet kur thot nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Ta ka zbrit shpirti i sinqert, ruhi, është përse Xhibrili. Ta ka zbrit Xhibrili besnik në zemrën tënde. Pra në zemrën tënde mirë po. Dietarët kanë thonë se kjo duhet bashkohet me ajete tjera. Me çfarë ajete? Këto ajete me këto që u përmendën. Nuk don të thotë që meleku Xhibril direkt në zemër ja bjen. Pa i folë dhe pa ja thonë ato nga Kur'ani. Por ja lexon meleku Xhibril dhe pastaj i hin zemër dhe zëvend në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E cilat janë këto ajete që ja kthejnë kuptimin e këtyre dy ajeteve nga ky kuptimi i dytë që e përmendëm? Ajete prej tyne kur Allahu azza wa jalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. O Muhammed, mos e shpejto gjuhën tënde në leximin e Kur'anit. Mos e lexo shpejt. Por edhe mos i thuj shokëve të shpejt, edhe kështu kuptohet, edhe ato që pret mirë derisa ta kryjnë meleku Xhibril ka po ta lexon ty. Thot mos e ngot ose mos nxito në leximin e Kur'anit tonë me gjuhën tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Se na kemi obligim, detyrim vetes i kemi bën me mbledh Kur'anin, edhe me ta lexu ty. Me ta lexu të përmbledhur, po ti më së gut. Se ai për çefit të madh që po ja thot Xhibrili Kur'anin më shpejt, a din me thonë me përsërit më shpejt, tu e thon Xhibrili, tu e thon dhe pejgamberi alayhis salam. Tu e thon Xhibrili, tu e thon pejgamberi. Allah ta mos e gut. Pret deri sot ta thot. Bile nga që kjo ajet dietar kanë zgjedhë dobi tjetër. Kanë thonë që nëse na herë don me ta dhon ai përgjigje në hujj.
Nëse në herë, do në më të adhon ai përgjigje, mos u goti hale pa të adhon mirë përgjigjen ti me ndërhy. Se Allah ka qërtu pejgamberin, kur ja ka nis, ai ty ja thon Xhibrili kë më një herë me përsëri pe çefit mall. Ka mos u got. Ti, pse ke nxjerrë edhe për njerinë e diz kur ta pyet, ai sikur se të ndot, ai do me të pyet diçka, edhe ti hale pa ju përgjigj. Ka xhallar që për shemb ku ta zbërthej, kur ta përgjigjen ose kur ti përgjigjen, e tjerë pak e zgjerojnë, ai spret me tjerë me zgjeru. Ai hen edhe bën përgjigjen vet pyet vet përgjigjet. Ndërsa Allah i tha mos u got fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. E kur ta lexon Xhibrili, ti përcjelle leximin. Nga që kjo prapë ke nxjerr dietarët, kanë thonë se edhe kur nis mu të përgjigj një dietar, një hoxh, kur nis mu të përgjigj, ti mos ngot. Deri ta kryn. A kryte, po çat herë hoxh, ma ban halal se çitu diçka fole po, çi kjo, a mos bën kundërshtim me çit pik, çi kjo, a është çat herë fal. Se Allah pejgamberi kur të fol Xhibrili, kur t'ja nis Xhibrili më ta lexu Kur'anin, ti veç nga një herë. Deri sa ta përfundojnë Kur'anin. Thumma inna alejna bejana. E pastaj na ty kena me ta sqaru. Çaton shka po ta the Xhibrili. Kena me ta sqaru. Çaton shka po ta zbret Xhibrili, pra ty që atë kena me ta sqaru, kena me ta spjegu, që atëherë, një herë kësura me ta thonë ty Xhibrili, ti me mësu përmenç, e pastaj unë të bi shpallje ty, edhe të ka të qëre, që kjo shka të zbriti, që kjo pjesë e Xhibrilit, që ka ta pruni për Koranit, Xhibrilit që ka ta pruni për Koranit, që kjo ka këtë kuptim. Kjo trajtohet në këtë kuptim, tani na ta sqarojnë, pëtë mëse gotë më njëherë. I tha pejgamberi selam. Pastaj ajeti tjetër tha, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Ja ti mos u ngot, mja nis as mja kallëzu shok vetëm një herë. Po një herë Xhibrili ta lexon Koranin, ta bjen e mëse përmendsh, e pastaj pret derisa ta sqarojnë ana çka të zbritëm. Se ka mundësi mes me kuptu. Çka zbritëm na, e na ta sqarojnë, as shok vetëm një herë mos u gut mja thon. Se pejgamberi ka qenë çefit madh, i ka zbrit tak me një herë atë mja thon. Mi thon mos u gut, na ta zbretmi, derisa ta zëvendin zemrën tonë, e pastaj na të sqarojnë ç'kesh ka tërë në zemrën tonë, tash ty e ka këtë kuptim edhe këtë kuptim. Thot min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Edhe ti thoj vazhdimisht o Zot shtoma dijen. O Allah shtoma dijenin. Por këto ajete e sqarojnë se Xhibrili pejgamberi i ka lexu Kur'an. Edhe Xhibrili ka ardhur pejgamberi çdo vit ja ka përsërit Kur'anin. Edhe vitin e fundit bile ardh 2 herë ja ka përsërit Kur'anin. Pejgamberi ngajke ose Xhibrili ngajke pejgamberi ja thëke. Xhibrili ngaj, hajde, thoma Kur'anin. Çështë në fillim Xhibrili ja ka thonë. Qëre, ngam. Më erdhën do ajete për Allahun porositi me ti për ty. Ngamu. Pejgamberi ka ngu. Dhe ka ngu, që në që ka orë në formë ziles, kur ka orë, që ka që farë të ka ngu, sa që njerës të këndalë, për qëndrimit të madhë i këndalë njerës pejgamberin, edhe kanë rëndu. Në se nulki alejke qawlen thaqila, që i tha Allahu pejgamberin, na kanë më ta zbëritur një fjalë të rëndë, nuk ka Kurani bashilet. Kur i zbrit ke pejgamberin, ka i herë, ju rëndoj ke i dilshin njerës. Nashta ka posë mundësi me qenë mi deve, me lëshu komët edhe deven, për rëndësisë së peshës së Koranit. Me rëndësi, Xhibrili të nga, qështu Allahu më tha me tonë ajetën që të gjatë e ke. Pra, e ka mojtë përmenç. E pas ka lexu Xhibrili konë dhe, ka argumente tjera për na këna nalë me kaq. Ndërsa, nga që kjo, pra, u kuptu se meleket kanë mundësin me lexu, këto që i përmë si Xhibrili, po e leze ka Koranin, e pas ka mundësin, por a i pëlqen me ndëgju Koranin, normal që i pëlqen, argument janë të shumëta, po neve na interesojë se a mujnë meleket me lexu Kur'an. Përgjigja është se meleket mujnë me lexu Kur'an, se leximi i Kur'anit është ibadet, e Allahu i ka kriju meleket veç për me i bë ibadet. Ose m'ja kry urnat me bë ibadet, edhe m'ja kry urnat e Zotit. Shko shkatrohet qit vend. Jo grup meleket ti shko. Ti melek ruje shevin, ti melek ruj kodrat, ti melek rregoti për buri. Ti melek këshur merja shpirtin njerëve, shka merja qiti. I ka kryu për me kry detyra, por me boj ibadet. Në atë kuptim, boj ibadet është i përgjithshëm, e leximi i Kuranit është ibadet, dhe nuk kemi argumente na me thonë që ja meleket s'lexojnë Kur'an, sikur që shta Suyuti që transmetoi në Salahit, mirë po meleket lexojnë Kur'an. Dhe argumentet kanë më të shumta, në veç disa prej tyre i kena sjell që meleket kanë mundësi me lexu Kur'an, ndërsa pjesa e parë që e përmendëm, tham se melekëve
nuk ju thuhet gjin, e gjin është botë tjetër, e melek është bota tjetër të argumentimit që ata i kanë marrë, është argumentim ju i qelluar dhe ju i ballshëm ose argumentim i dopt. Kjo ishte për sonte. Na lusmi Allah të na fort në mëshirën, të lusmi Allahun azza wa jalla në xhenet me pejgamberet të na takon, kulu qouli hadha, astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.